Përshëndetje shikues të nderuar. Kësaj radhe në intervistën tonë, në studion e Medialit, kemi kandidatin e Besës për komunën e Sarajit, zotin Bashkim. Zoti Bashkim, mirë se erdhe në studion tonë. Mirë se ju gjeta. Cili është vizioni juaj për komunën e Sarajit, pasi që jeni dhe një nga pretendentët kryesor për ta fituar këtë komunë? Po kështu, qëllimi kryesor është që në fakt unë këtë sfidë e shoh si një sfidë për Sarajin dhe banorët e saj. Dhe normalisht qëllimi kryesor i imi është që të mundësohet një qeverisje e cila do të jetë në shërbim të banorëve të saj. Duke marrë parasysh se Saraji si komunë gjysmë rurale dhe gjysmë urbane ka kapacitet të mjaftueshëm, qoftë pasuri natyrore, qoftë hapësira, mundësi për investime dhe të huaja dhe zhvillime të bizneseve të vogla, që gjithçka të jetë në shërbim të qytetarëve, respektivisht banorëve të saj. Kjo realisht arrihet me një qeverisje të bazuara në elementet e profesionalizmit, me një qeverisje e cila do të jetë në shërbim të qytetarëve. Unë vi edhe me background akademik në sferën e decentralizimit, kam bërë edhe një master në Universitetet e Evropës në lidhje me sferën e zhvillimit komparativ lokal, madje edhe temën e magjistraturës e kam për komunën e Sarajit. Në definicion, decentralizimi nënkupton pushtet që është më i afër ndaj qytetarëve, një pushtet që duhet të jetë transparent dhe konsultativ për qytetarët, në kuadër të hapësirave me një institucion lokal, konkretisht në komunë, mundësohet edhe kyqja e qytetarëve direkt në vendimmarrje nëpërmjet këshilltarëve komunal, e gjithë kjo konsideroj se ka munguar në qeverisjet e kaluara në komunën e Sarajit, prandaj qëllimi im është që t'i kthehet komuna banorëve të saj, që të kthehet t'ju jepet mundësi edhe ato të jenë pjesë e politikbërjes, respektivisht të sjellën politike të cilat do të jenë në dobi të banorëve të komunës së Sarajit. Zotëri Bashkim, siç dhe përmendëm, cili do të jetë ai ndryshim cilin ju do t'ju ofroni këtyne banorëve, në rast se verdiktin e fitoni, në rast se ju udhëhiqni periodikoj me komunën e Sarajit gjatë mandatit që vjen? Natyrisht ndryshime ka në shumë sfera. Bëhet fjalë për një komunë me 35.000 banor, s'paku në bazë të statistikave të fundit. Bëhet fjalë, thash, një komunë me pasuri të ndryshme natyrore, të cilat fatkeqësisht deri më tani nuk janë përdorur për benefit të komunës së Sarajit. E dini se burimi i ujit vjen nga një fshat që gjendet në komunën e Sarajit. E dini se gjendet hidrocentrala ku, domethënë, kompanitë energjetike krijojnë profit nga ajo, kurse asgjë nuk është kthyer si feedback për banorët e komunës së Sarajit. E dini se ekziston një hapësirë edhe për zhvillim ekonomik lokal, por edhe për zhvillimin të turizmit liçeni Treska, e cila fatkeqësisht deri më tani nuk është arritur që të shndrohet një atrakcion turistik, jo vetëm për banorët e komunës së Sarajit, por edhe për gjithë qytetin dhe për gjithë banorët e qytetit të Shkupit, po edhe më gjerë, duke shndruar në atrakcion turistik ku do të zhvillohet një lloj ekonomie, zhvillimit ekonomik lokal, pastaj duke ndryshuar dhe duke profesionalizuar administratën komunale me qëllim që të shfrytëzohen fondet e Bashkimit Evropian, kreditet të ndryshme të cilët duhet të shndrohen në investime kapitale ku edhe mund të gjenerohen të hyra, të cilat pastaj mund t'i shfrytëzojë administrata komunale, por e njëjta të aplikohet në formë të drejtë, e njëjta të aplikohet në formë transparente dhe e njëjta të bëhen në formë konsultative, që nënkupton kyçjen e qytetarëve, që e përmenda edhe më herët. Transparencën ose qeverisja e mirë kërkon një transparencë dhe duke i kyçur qytetarët në vendimmarrje nëpërmjet këshillave komunal ose këshilltarëve komunal, duhet të jepet mundësia që ato të konsultohen dhe të gjenerojnë ide të ndryshme me të vetmin qëllim që të jenë në dobi të banorëve të saj. Kjo është vetëm në sferat e përgjithshme, domethënë zhvillimi është jo vetëm në aspektin e zhvillimit ekonomik lokal, por edhe
mbas të ingerencave të komunave duhet të shqyrtohen edhe çështjet politikat e arsimit, kemi arsim sa më cilësor, shërbimet komunale në nivel social, shërbimet komunale në nivel lokal që i tangojnë tematikës sociale, mandej sportit, mandej shërbimeve të shëndetësisë. Komuna e Sarajt fatkeqësisht është komunë e cila nuk ka njësi pediatrik në kuadër të territorit të saj, deri më tani, edhe për shkak mundësisë së decentralizimit, dhe gjithë qytetarët shërbimet pediatrike i shfrytëzojnë, respektivisht prindrit për fëmijët e tij shfrytëzojnë jashtë territorit të komunës së Sarajt. Komuna e Sarajt është me pozitë dhe me territor e madhe, nuk ka njësi të zjarr fiksit. Ligji aktual i decentralizimit jep mundësi që të formohet njësi i zjarrfiksëve, më konkretisht thotë se në çdo ligji për zjarrfiks thotë se në çdo 4000 banor duhet të ketë një zjarrfiks. Ne jemi dëshmitar të rasteve të ndryshme të ndezjeve të maleve ku nevoja për zjarrfiks nuk ka buruar ose nuk ka ardhur nga shërbimet komunale ose nga komuna, po kanë ardhur nga komunat të tjera. Pastaj shërbimet në sferën sociale, qytetarët banorët të komunës së Sarajt i shfrytëzojnë jashtë territorit të komunës së saj. Dhe kjo nuk është në përputhshmëri me definicionin e decentralizimit që në kupton një qeverisje e cila do të jetë më afër. Qëllimi dhe vizioni i jonë është që gjithë këto shërbime të bëhen në formë transparente dhe të jenë më afër dhe më direkt të qytetarit, normal, duke konsultuar edhe vetë banorët e komunës. Zoti Bakiu, çka shihni si sfida derisa ju do të drejtoni Sarajin gjatë 4 viteve? Sfida kryesore është kjo, domethënë të shifën të shfrytëzohen resurset, spaku resurset natyrore dhe e njëjta të konvertohen në dobi qoftë në aspektin financiar ose në aspektin investitor edhe për banorët e komunës së Sarajit. Flas në kuptim të gjenerimit të hollave, të cilat burime kanë komunën e Sarajit, pasuritë natyrore të komunës së Sarajit, kurse të njëjtat shfrytëzohen nga pushteti qendror dhe nuk shpërndahen mbas nevojave qytetarëve. Kuptohet përveç kësaj, nëse administrata komunale trajnohet dhe përgatitet në formë profesionale që në formë direkte të shfrytëzohen edhe financat e pushtetit qendror, që fatkeqësisht ligji aktual i realizon nëpërmjet blok dotacioneve dhe nuk ka intervenim në ndryshimin që të njëjtat të reallokohen. Megjithatë, sadokudo është e nevojshme një administratë profesionale e cila do të mundohet që të thith fondet edhe të pushtetit qendror, fondet e Bashkimit Evropian dhe kreditet të ndryshme të cilat mund të shfrytëzohen për komuna të ndryshme. Edhe komuna e Sarajit fatkeqësisht deri tani nuk ka shfrytëzuar fonde të ndryshme ndërkombëtare për të realizuar projekte të ndryshme, kreditet të cilat janë me interes të vogël, megjithatë të cilat praktikisht duhet të shfrytëzohen në një mirëqenie jo vetëm për qytetarët, po edhe për zhvillim ekonomik, rritjen të biznesit ose investimet të cilat do të gjenerojnë po ashtu të holla. Kemi rastin konkretisht të sferës së edukimit parashkollor. Komuna e Sarajit që ekziston, që sa vite ekziston, nuk ka asnjë vjet ku është bërë çerdhja e parë. Bile realisht, nëse flasim edhe unë kam qenë një ndër protagonistët për shkak se vi nga jo komunë, jam prind, kam fëmijë dhe një ndër protagonistët të presionit edhe të faktorit ndaj faktorit ndërkombëtar edhe të institucione të ndryshme, po edhe vetë të komunës, për të aplikuar, për të treguar seriozitet administrata komunale që të spaku të shfrytëzohet një mundësi që ekziston me ligj. Dhe gjithë kjo procedure kërkesës dhe realizimit dhe finalizimit ka shkuar rreth 5 vite. Dhe nëse krahasojmë me komunën Fqinje, komunën e Gjorgje Petrovit dhe komunën e Qendrës dhe komunën e Karposhit, ata po ndërtojnë komuna çerdhe moderne dhe në proporcion me numrin e fëmijëve krahasuar me komunën e Sarajit janë shumë të vogla, domethënë numri është shumë i vogël, megjithatë kanë çerdhe më shumë. Komuna e Sarajit realisht ka nevojë edhe për më shumë çerdhe, megjithatë duhet të aplikohet, realisht të bëhet kërkesa dhe e njëjta gjë që të
zbatohet deri në praktik. Ekziston mungesa e rritjes së qëndrimit të fëmijëve, qëndrimit tërditor. Jo në aspektin vetëm edukativ të çelëve, por qëndrim tërditor. Për një komunë 35.000 banor me rini dhe fëmijë kaq në numër mos ketë është absurd, edhe pse bëhet fjalë për një komunë e cila është në kuadër të qytetit të Shkupit, megjithatë këto janë çështje të cilat realisht nuk ekzistojnë për momentin në aspektin e sistemit arsimor në kuadër të komunës së Sarajit. Zotri Bakiu, cilat janë pritshmëritë tuaja? A jeni të bindur në fitore kur përballë jush keni edhe kandidat tjerë? Njëri nga kundërkandidatët tuaj veç më ka qenë kryetar komune, ka ushtruar detyrën si kryetar komune dhe ka qenë funksionar i lartë në nivel qendror. Si do të ecën fushata e lëvizjes Besa, do të jetë një fushatë demokratike, e qetë dhe kapshme për gjithë qytetarët? Para së gjithash, unë domethënë apeloj edhe tek gjithë simpatizuesit, edhe tek anëtarët të lëvizjes Besa, të cilët ma dhanë këtë besim që të jem garë në kuadër të subjektit të lëvizjes Besa. Apeloj për një fushat konkretisht të qetë, me një fushat ku do të sundojnë argumentet, ku do të sundojë programa, ku do të sundojnë prioritetet, duke u bazuar nga ato që i përmenda më përpara, për shkak të nevojës. Apeloj për një fushat jo ofenduese, një fushat transparente, një fushat jo kërcënuese ose jo të dhunshme, për shkak se le të fitoj ai që është më i miri, le të fitoj ai për të cilën popullata konsideron se i plotson kriteret për të realizuar një ardhmëri më të mirë për banorët e komunës Sarajt, ai i cili është bindës në realizimin e projekteve të cilat janë të nevojshme për komunën e Sarajt, të domosdoshme për të realizuar në një afat sa më të shpejt, ai i cili bisundon me argumentet e tjera. Për mua të gjithë kandidatët janë të barabartë, pavarësisht biografisë ose karrierës së ndryshme politike, dhe unë vi nga një karrierë të realizimit të projekteve, menaxhim me organizatë qeveritare, realizimit të projekteve të ndryshme, por në garë besoj se janë të gjithë të barabartë. Dëshmi ndoshta ose argument për vetë banorët e komunës së Sarajit është se disa prej kundërkandidatëve kanë qenë në funksione dhe ka argument mjaftueshëm sa është realizuar diçka për vetë komunën në aspektin zhvillimor ose jo. Për shkak se kur flasim për zhvillim, nuk duhet lidhet vetëm konteksti ekonomik. Zhvillimi nuk kupton sa ka arsim, sa ka shërbime sociale, sa ka shërbime të shëndetësisë primare, terciale, të cilat fatkeqësisht në ato që janë në kompetencë të pushtetit ose institucioneve mungojnë. Zhvillim mungon, është mungesa e institucioneve sportive, bazen, pishin, fushat e sportit ku njerëzit do të mundohen të zhvillojnë rekreacionin nëse të ngritet sporti. Zhvillim nënkupton edukim cilësor në shkolla, domethënë në edukimin primar. Zhvillim ka shumë segmente dhe jo vetëm atë kontekstin e benefitit financiar. Konsideroj se është ajo që i mungon banorëve të komunës Sarajit, ka shumë sfera ku duhet të intervenohet ose të përmirësohet, dhe konsideroj se gara është e barabartë për të gjithëve. Unë vi nga organizate cila merret me hulumtime. Është interesante të potencoj se në shumë të rasteve për zgjedhjet lokale figura ose kandidati është elementi kryesor që është tërheqës për popullatën ose për votuesit, natyrisht edhe programet, lëvizjet, orientimet partijake kanë ndikimin e vet, dhe kuptohet se nuk dua t'i bëj edhe disa informacione publike sa i përket sondazheve, po e konsideroj veten se jam në avantazh sa i përket garës në komunën e Sarajit. Natyrisht duke u bazuar me një garë e cila, siç e përmenda, do të jetë fair, pa ofendime, pa kërcënime, pa elemente të cilat janë jashtë programeve, prioriteteve komunale, projekteve të cilat janë
praktikisht edhe nevoje vetë banorëve të komunës së Sarajit. Dhe krejt për fund nuk mund t'i shmangemi edhe një pyetjes cilën pothuajse ua parashtrojmë gjithë kandidatëve për që po garojnë në këto zgjedhje lokale për kryetar komunash, cili është mesazhi juaj deri tek votuesit potencial, deri tek banorët e komunës Sarajit? Duke u bazuar nga ajo që kemi parë për vetë komunën e Sarajit, mesazhi kryesor do të jetë t'ua kthejmë qeverisjen banorëve të komunës së Sarajit. Zoti Bakiu, faleminderit për kohën që ndatë. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe mundësinë që të elaboroj programin tonë. Shikues të nderuar, ishte Bashkim Bakiu, kandidati i lëvizjes Besa për komunën e Sarajit. Me intervista tjera, shihemi së shpejti.